Beslidhja vijon të jap sinjale pozitive në prag të sezonit të ri. Skuadra Legjiane triumfoi me rezultatin 3-1 ndaj Otranto Olimpik të Ulqinit në ndeshjen miqësore të zhvilluar në Lezhë, duke regjistruar suksesin e dytë radhës pas fitores ndaj Laçit. Golat për ekipin e drejtuar nga Elvis Plori u shënuan nga Flavio Fusha, John Melakuqi dhe Emanuela Kancase, të cilët vulosën një paraqitje bindëse të vendasve. Interesant është fakti se Otranti vinte në këtë përballje vetëm një ditë pasi kishte mposhtur Vllaznin me rezultatin 2-1 në Ulqin, ndërsa ndaj Beslidhjes aktivizoi një formacion të ndryshëm. Megjithatë, kjo nuk ia zbe as pak vlerën suksesit të lezhianëve, të cilët treguan organizim të mirë dhe ritëm të lartë gjatë takimit. Merkatoja cilësore e verës po reflektohet gjithnjë më shumë në fushë, me emra si Lorenz Trashi, Ardit Hila, Sabit Bilali, Patrik Fetaj, Stivian Janku dhe Antonio Marku, që i shtojnë konkurrencën skuadrës. Ndërkohë, pritshmëri të mëdha ka edhe për sulmuesin Gabriel Olamide, afrimi më i fundit i cili pritet të jetë një nga surprizat e kategorisë së parë. Beslidhja do të vazhdojë përgatitjet me një tjetër test të rëndësishëm, pasi miqësoria e radhës është programuar të zhvillohet me 1 gusht ndaj Teutës.